Që në dy gjuhë, influenca ruse ka shtri rrojt shumë, dhonat e cilat e kemi siguru, tu e analizu për mbajtjen, pra nuk kemi të folë tu e analizu vetëm statistika, po tu e pa dhe për mbajtjen, na tregojnë që në dy gjuhë, influenca ruse ka shtri rrojt shumë dhe në disa raste u shëndru dhe në burimin e parë të informacionit, pra që nuk kupton që një pjesë e madhe e lajmeve, të cilat qytetarët i marrin si të vërteta, realisht burimin kryesor e kanë në burimet e propagandës ruse. Qysh zhvillohet ky problem? Elementi i parë është që në dy gjuhë kemi një numër shumë të madh të informacioneve të cilat lidhen me ngjarjet në Rusi, me ngjarjet rreth Ukrainës dhe me zhvillimet në politikën globale, po të cilat vetëm në njënën anë kanë vetëm anën ruse, pra nuk e kanë anën tjetër dhe nuk është gazetari profesionale. Çka kemi mri me gjetë? Në analizën që e kemi bo, ne kemi përfshi vetëm 150 platforma të cilat operojnë në Kosovë. Pra të cilat operojnë në tregun e vogël të Kosovës medial, ndërsa nuk janë brenda platformat të cilat janë të bazuar në Serbi, platformat të cilat janë të bazuar në Maqedoni dhe platformat të cilat janë të bazuar në Shqipëri. Me platforma e fjalën media online. Me media online, platformat të cilat janë web faqe, të cilat kanë audiencë të madhe në rrjetet sociale, në Facebook, në TikTok dhe në elementet e tjera. Kjo nënkupton që nëse këtij numri prej 150 i shtojmë edhe dikun rreth 800 sa në Shqipëri dhe më shumë se 1000 shka në Serbi dhe shumë të tjera të cilat janë në Maqedoni, ne flasim për dikun rreth 2000 platforma në krejt rajonin e Ballkanit. Po çka kemi gjetë në Kosovë? Në 150 platforma janë 400.000 lajme të prodhume, të cilat lidhen vetëm me konfliktin në Ukrainë. 400.000 në çfarë periudhe kohore? Në 5 vite. Që i bjen, po ta përkthejmë në baza ditore, i bjen 222 lajme në ditë. Lidhen vetëm me Zelenski, Ukraina, konflikti. Pse po e sheti këto veç pak? Pse o kjo mirë apo keq? Mirë është me kuptu çka po ndodh në Ukrainë. Po me u prodhu 222 lajme. Dhe asnjë media e Kosovës nuk e ka asnjë korrespondent në Ukrainë. Kjo nuk kupton që na jena të bëu komplet copy-paste për një realitet i cili është të ndodhur atje. Pra jemi të marrë narrativën ose të Ukrainës ose të Rusisë për ngjarjen. Ma e keqja çka është të ndodh, ose të mediave ndërkombëtare. Tash këtu vinte problemi tjetër. Fakti që ne kemi ndërtu një sistem të copy-paste për mediave ndërkombëtare, kjo nuk kupton që rusët e kanë kuptuar shumë qartë. E kanë kuptuar që publiku jonë ju beson mediave ndërkombëtare. I beson BBC-s, i beson Reutersit, i beson CNN-it, dhe si rrjedhoi, kanë mrit tash me ndryshu strategjinë. Dhe çka kanë bë? Kanë angazhu përkthyes dhe kanë angazhu njerëz të cilët i përkthejnë mediat ndërkombëtare. Mirë, po gjatë përkthimit, po largojnë kontentin. Që nën kupton po editojnë dhe i qesin ku? I qesin në platforma të cilat i përkthejnë shpejt informacionet dhe media tash i marrin copy-paste për këtyre platformave dhe i përkthejnë, i vendosin në platformat e tyre. Ekzistojnë dy modele të cilat i kemi identifiku. I pari është që në platforma në Shqipëri merret dhe përkthehet materiali dhe vendoset si i tillë në platformat atje dhe pastaj mediat e Kosovës i marrin copy-paste pa e lexuar artikullin bazik dhe pa e kontrolluar përkthimin. E dyta që është hala më e rrezikshme është që mediat në Serbi i marrin dhe i përkthejnë prej gjuhës angleze në gjuhën serbe, pastaj kontenti përkthehet në gjuhën shqipe prej gjuhës serbe dhe ai vjen si i tillë në Kosovë i redaktuar. Çka nën kuptojmë na me redaktim? Me redaktim nën kuptojmë që merret një artikull i BBC-s, i cili është profesional, i cili ka të gjitha palët. Pra e ka edhe Rusinë, ka edhe Anglinë, ka edhe Gjermaninë, ka edhe Ukrainën dhe mbetet vetëm pjesa e Rusisë çka po thotë. Në këtë situatë, publiku nuk e ka pjesën tjetër analitike e cila i vjen prej anës së palës tjetër. Ky format, i cili është shumë i rrezikshëm, i editimit të artikujve të mediave ndërkombëtare, e kemi vrejtë që është shumë trend edhe në mediat në Serbi, edhe në mediat në Kosovë, dhe po synon thjesht mi arrit kredibilitetin këtij informacioni.